Tronditet Mynihu, shtëpia merr flak, një i vdekur dhe dyshime për eksploziv. Një zjarr në një shtëpi të izoluar në veri të Mynihut ka shkaktuar një operacion të madh emergjence të mërkurën. Policia dhe zjarfikësit gjerman bllokuan rrugët dhe kërkuan banorëve të shmangnin zonën përreth. Sipas gazetës gjermane Bild, një burr dyshohet se i vuri flakën shtëpisë së prindërve të tij, e mbushi me eksploziv dhe më pas i mori jetën vetes. Hetuesit zbuluan një trup të pajetë dhe një person tjetër të plagosur brenda shtëpisë. Fillimisht pati raportime edhe për të shtëna me armë zjarri, të cilat policia nuk i konfirmoi menjëherë. Megjithatë, autoritetet më vonë bën të ditur se një person ishte gjetur me plag nga arma e zjarrit. Policia njoftoi se viktima kishte një çantë shpine që ngjalli dyshime për praninë e eksplozivëve dhe për këtë arsye një ekip çaktivizimi bombe u vendos në vendngjarje. Hetimet po vazhdojnë dhe autoritetet thanë se po shqyrtojnë edhe lidhjet e mundshme me pjesë të tjera të qytetit, përfshirë terrenin e festivalit ku zhvillohet Oktoberfesti. Për këtë arsye hapja e terrenit të festivalit u vonua. Megjithatë, oficeri i policisë Thomas Skelshorn theksoi se nuk ka rrezik aktual për publikun dhe se kjo ngjarje nuk ka lidhje me Oktoberfestin.